Po, Eldar. Se dëgjova, nuk jam shumë i qartë realisht me dokumentin që kanë përpilu këtu, po në media dje pash një kushdo që ka marrë bursë nga Sorsi, mos gabofsha? Do diskutohen ana teknike, detajet. Ka një problem. Jo, kishte edhe kush i ka dhënë dorën. Jo, absolutisht. Lutëm. Jo, nuk ishte. Batute sot i ndoka kjo. Ka qenë të emberi. Ka lexuar se ke dokumentin. Ti lutesh batute sot i ndoka. Po, Ne lexojmë në Facebook. Andrea ka dokumentin. Ti lutesh batute sot i ndoka, mos bjer preje batuteve sot i ndoka. Për shembull, unë jam mundu ta lexoj, po ka njerëz që e kanë lexuar dhe njohin më mirë sa unë historinë e pluralizmit politik në Shqipëri, bazuar realisht edhe të shumë libra literaturës shkencave politike, nuk po e tham si mendim unë origjinal, nuk e kam, por pushtetet zakonisht, edhe pushtetet e vjetra integrohen gjithmonë pushtetet e reja. Më fal, Eldar, vetëm një moment që të jemi të qartë, ke të drejtë në atë që thua, bashkëpunimet me organizatat të huaja, çdo person që ka marrë mbështetje, bursa, projekte ose angazhime personale me George Soros ose me fondacione dhe organizata të financuara nga ai, ose ka marrë angazhim të vazhdueshëm nga organizata të majta. Gjithë ma grupit parlamentar. Gjithë ato bëtet vikun. E para punës ato bursat që janë dhanë universitete shumë prestigjioze të botës. Tani do të jemi realist. Ka marrë angazhime të vazhdueshme nga organizata të majta, vendesa ose të huaja në mënyrë që bie ndesh me parimet dhe vlerat e Partisë Demokratike. Janë në pavajtueshmëri me mandatin partijak. Një mendim timin personal, unë nuk jam pjesë e Partisë Demokratike, kam qenë dikur, por nuk jam aktualisht. Kam një lloj romanticiteti në raport me atë, kam thjesht romantike atë gjë dhe që në 2013 jam kundra kësaj mazhërancë dhe s'kam ndërmend domethënë të ndryshojmë tani për